Faleminderit kryetar, zonja dhe zotrin deputet, të dashur qytetar shqiptar. Sot, Kuvendi i Shqipërisë thirret për të marrë një vendim me një peshë tepër të veçantë politike dhe historike, që shkon përtej rendit të zakonshëm të ditës dhe lidhet drejt për drejti me rolin e ri të Shqipërisë son në arenën ndërkombëtare. Projekt ligji që kemi sot në shqyrtim dhe më pas në votim ka të bëjë me ratifikimin e Kartës së Bordit Paqes, një organizëm i ri ndërkombëtar i ideuar, i propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ku Republika e Shqipërisë dhe kryeministri i saj Edi Rama janë ftuar të jenë vend antar themelues dhe antar i bordit. Kjo ftesë përbën një vlerësim të drejt për drejt ndërkombëtar për rolin konstruktiv dhe shumë të besueshëm të Shqipërisë son të përbashkët dhe shënon një moment të paprecedent pozitiv ku vendi ynë shihet si një aktor që kontribon në zgjidhje të rëndësishme globale për paqen, e jo thjesht si dikur një pjesë periferike e tyre. Kjo ftesë, zonja e zotri, të dashur qytetar shqiptar, nuk është diçka e zakonshme. Nuk është formale dhe nuk është as simbolike. Në letrën zyrtare drejtuar kryeministrit të Shqipërisë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e cilëson këtë nismë si një përpjekje historike dhe madhore, duke theksuar nevojën për një qasje të re në ndërtimin e paqes, një qasje e natyrës pragmatike, e orientuar drejt rezultateve konkrete për të sjellë paqe, kudo ku sot në botë ka konflikte me një fokus veçantë situatën në Gaza, larg modeleve tradicionale burokratike që kanë dështuar të prodhojnë stabilitet afatgjatë. E prandaj, kolege deputete, Bordi i Paqes sipas kartës që do të shqyrtojmë sot si fillim në Komisionin për Europën dhe Politikën e Jashtme, e më pas në seancë plenare, është organizmi i duhur ndërkombëtar që synon stabilitetin, që na duhet për rivendosjen e paqes, por dhe qeverisjes lishme dhe të besueshme dhe sigurimin që paqja kudo në botë jetë e qëndrueshme. Gjithmonë, sikurse e nënvizon edhe në letrën e tij presidenti amerikan Donald Trump, gjithmonë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Është rëndësishme pra të theksojmë sot në këtë parashqyrtim, ndërkohë që sapo të rifilloi seanca, ministra për Europën dhe Punët e Jashtme do të bëjë gjithë prezantimin e plot të kësaj karte dhe të antarësimit të Shqipërisë, duke u përfaqësuar nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, të marrë në konsiderat nevojën e shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar, sepse duhet ta dimë rëndësinë e fillimit sa më parë të punës së këtij bordi, ku Republika e Shqipërisë do të përfaqësohet nga kryeministri zoti Edi Rama, dhe t'i themi sot qytetarëve, duke sqaruar në këtë fazë të parë të kësaj seance, edhe disa elementë për të cilët janë dëgjuar edhe në këtë rast për fatin ton të keq, shumë të pavërteta, të cilat nuk e gjej dot shpjegimin përse duhen thënë, ndërkohë që karta garanton se asnjë shtet nuk e humbet sovranitetin e tij, asnjë detyrim nuk i imponohet Shqipërisë në rastin ton pa pëlqimin e shtetit antar,
dhe pjesëmarrja në misione është vullnetare, edhe financimi është vullnetar. Në njëjtën kohë, anëtarët e bordit kanë zë të barabartë, kanë një votë secili dhe peshë reale në drejtimin strategjik të organizimit. E pikërisht në këtë frymë, Shqipëria jonë është ftuar të jetë jo më si dikur, si një vëzhguese, por si një bashk arkitekte themeluese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar për paqen. Ky është një kalim simbolik dhe politik nga dikur periferia e diskutimeve globale mund qendër të tryezës së vendimarrjes. Është dhe një dëshmi domethënëse se në politikën ndërkombëtare të sotme, madhësia e një vendi nuk përcakton më peshën e tij politike, atë e përcakton në radh parë besueshmëria, koherenca dhe vendosmëria për të qenë një vend partner i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i aleatëve të tjerë. Kjo ftesë, zonja e zotërinj, të dashur qytetarë shqiptar, konfirmon gjithashtu forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një partneritet që mbetet boshti ynë kryesor i politikës son të jashtme, e për të cilën vota sot do të jetë një test tjetër i konfirmimit se sa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk kemi dasi mes njëri tjetrit dhe unë uroj e shpresoj qoftë vota tani në këtë moment sa i përket shqyrtimit procedurë përshpejtuar e në fund shqyrtimin parim nën për nën në tërësi të këtij projekt ligji të jetë një votë unanime e të gjithë anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë. Shqipëria vlerësohet si aleate e qëndrueshme e besueshme që ndan vlera të rëndësishme për paqen, për sigurinë, rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Fakti që Shqipëria ftohet si antare themeluese jep vendit tonë një rol aktiv në mësimin e vizionit, parimeve vendimarrjes bordit paqes, por dhe duke rikonfirmuar dhe njerë rolin udhëheqës për paqe dhe stabilitet që Shqipëria ka në rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor. Dhe ky besim nuk është i rastësishëm, ai është rezultati i një politike të jashtme koherente dhe të përgjegjshme ndër vite, e cila ka pozicionuar Shqipërinë nën udhëheqjen e kryeministit Edi Rama si shtet që respekton të drejtën ndërkombëtare dhe angazhimet e marra. Për këtë arsye, Shqipëria sot shikohet, jo vetëm perceptohet, por konfirmohet si aktori pa agenda të fshehta, i aftë të kontribuojnë në procese të ndjeshme diplomatike, sikur janë proceset që do të fillojnë menjëherë që nga java e ardhshme me një prezencë të përfaqësuesit të Shqipërisë në bordin e paqes të kryeministrit Rama. Ftesa për t'ju bashkuar bordit paqes rrit ndjeshëm profilin dhe vizibilitetin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe dërgon një mesazh të fortë: Shqipëria jon e përbashkët eksporton vetëm stabilitet dhe nuk konsumon as pak stabilitet. Koleg, kjo ftesë është pa dyshim një ndër nderet më të mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët anë mban globit, kudo që ata jetojnë e punojnë. Por mbi të gjitha është një përgjegjësi shtetërore, ku i takon sot Kuvendit të Shqipërisë të marrë dhe kuvendi pjesën e përgjegjësisë, por dhe të një roli të rëndësishëm mbështetës për ta çuar përpara procesin e ratifikimit të antarësimit të Shqipërisë, të aderimit të Shqipërisë, sipas formës së përcaktuar dhe nga karta, pra nga statuti i kësaj organizate të re ndërkombëtare, duke i dhënë plot fuqishmërinë përfaqësimit të Shqipërisë në këtë kartë të bordit paqes nga kryeministri i Shqipërisë. Pjesëmarrja në bordin e paqes nuk është një përfitim imazhi, por një angazhim për të kontribuar realisht, ku çdo vendimarrje do të udhëhiqet nga interesi kombëtar dhe përgjegjësia institucionale. Sot edhe opozita nuk ftohet për të votuar një parti, nuk po votojmë një mazhorancë apo një opozit, por po votojmë për Shqipërinë dhe për rolin që ajo zgjedh
të luajnë botë, e për të cilën Shqipërinë tonë përbashkët duhet jemi gjithë krenar. Ju ftojmë ta votoni projekt vendimin që ju kemi paraqitur dhe të mbledhim me njëherë Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, të shqyrtojmë projekt ligjin siç e përcakton rregulloria dhe kushtetuta në komision, e të rimblidhemi me njëherë pa humbur kohë për të vijuar seancën me shqyrtimin dhe votimin sot të këtij projekt ligji që unë nuk hezitoj as pak, kemi nderin të gjithë që u ndodhëm sot në Kuvendin e Shqipërisë për të votuar një akt historik të Shqipërisë sonë përbashkët. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zoti Balla.